Situata e krijuar nga përmbytjet në qarkun e Lezhës vijon të mbetet problematike. Sipas të dhënave zyrtare, rreth 3000 hektar tokë bujqësore ndodhen nën ujë dhe 100 banesa të izoluara, kryesisht në bashkinë e Kurbinit. Qarja e argjinaturës së lumit Droj solli përkeqësim të situatës në fshatin Adriatik. Niveli ujit të shtritur gjatë natës dhe uji dëpërtoi edhe në banesa. Banorët thonë se nuk kanë asnjë mundësi lëvizjeje prej 3 ditësh, pasi niveli i ujit nëpër rrugë Rrugica është i lartë, ndërsa askush s'ju ka ardhur në ndihmë. Problem për ta është baza ushqimore për gjën e gjallë, e cila është dëmtuar plotësisht nga përmbytja. Mo të ndek plaku që te, është tesë në ujë shtëpia ime. Për një agjinator se ka brevosur, ka qenë kryetar e bashkisë, ka thënë nuk prek dorë tonë. Se ka bërë tikullus, por se kora e kanë hap vetë, kanë hap ata. Shive qa shteti kina, po tash të javë, tash 4-5 ditë jam në ujën, nuk e kam lop, e dele, le këto, se të kanë në të maru këtë, as kam pasë ushqimore, as një lejgjaje, po kam smunë plakun e të këshpia. Si do bëjnë, si do kaloj unë, me që do kaloj unë? Vini ju si gazetare futi atje, dhe shtu në ujë. Si e bëni me lëviz? Që të bëjmë me lëviz? Dasëm, me patëll shkurt e vidi këtu. As një njëri gjallë, fare. Nuk ka pa as të biloj robi, përse vindi e në asfalt, shofin qenë e të si ja ba po. Do rregullojmë se do rregullojmë nesër. Tas 35 jetë duka rregullohet si lejgjaje. Ke shpejme deri këtu me ujë. Mes me ujë. Ka hyrë në banesë? Banesë tu vazhdu me hyrë në banesë. Kjo punë nuk ka sot, po bani tash 30 vjet e 35 vjet se janë çdo gjenja. Na shtrojmë rrugën vet, gjitha gjanat, tash ma gjatë nuk jap dom. Nga gjenatura, për hapën gjenatura, por ka kryesore më bën një tip brezi këtu i betonit, mu rregullu. Inshallah rregullohet si gjë më gjatë. Kishte ndodhur ndonjëherë kjo përmbytje? Jo, shukto jo. Ka pa ndodhur për para 5-6 vjet më, po shumë jo. Se ka më keq shumë. A ka bë dëm këtu? Po ko ti unë shkaj unë dal për dhe jam plak, kështu bëna. Po ka se do niveli ko di unë shkaj ata. Po ka 3 ditë u bën, që shush pa gjë se 2 ditë se të treta ditë. A ka kush më animum? Jo, do të kokë ska më animum me ju për herë të parë. Ska çak. Përgjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Lezhës nuk ka patur reshje shiu me intensitet të lartë, ndërsa vëmendja strukturave të mbrojtjes civile është përqendruar në mbylljen e argjinaturës së qarë të lumit Droj, si dhe në monitorimin e vazhdueshëm të situatës për t'ju ardhur në ndihmë banorëve, të cilët ndodhen në vështirësi nga prezenca e ujit.